fatkeqësisht lidershipi jonë kërkon privilegje. Por ne do ta ndryshojmë miq. Do ta ndryshojmë në Partinë Demokratike. Do ta ndryshojmë me Partinë Demokratike. Asnjë nuk na largone. Asnjë forcë përveç forcës që vjen nga vota, që vjen nga demokratët, që vjen nga mbështetja. Të nderuar miq, ç'është ky leadership që kërkon të bëhet tigër me demokratët edhe mace me qeverinë? Ç'është ky leadership që kërkon të përjashtojë antarësinë? Cilën antarësi? Ata që kanë sakrifikuar për 13 vite me radhë gjithçka? Antarësia përjashton leadershipin me votë. Jo e kundërta, leadershipi të përjashtoj qeverinë. Dhe ndërkohë që kërkojmë të largojmë Edi Ramën, leadershipi Partisë Demokratike bën sikur sillet si tigër me demokratët dhe ndërkohë pas çdo parëzgjedhjeve bën miau 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 përballë qeverisë. Ç'është kjo miau miau? Demokratët janë të fortë për tu përballur. Demokratët rrinë në këmbë për tu përballur. Nuk ka forcë që e ndalon bashkimin e demokratëve në çdo cep të Shqipërisë nëse frymëzohen, nëse ju jepet mundësi, nëse vendoset në themel meritokracia. Sepse nuk ka, edhe mendjet e smura e din që Edi Rama nuk mundet duke përjashtuar demokratët, por duke krijuar garë, duke krijuar vot, duke krijuar mundësit për të ecur nëpërmjet meritës. Këto duhet prevalojnë në partinë tonë. Se siç me të drejtë thoshte Schopenhauer, ai miq që ka humbur çdo shpresë, ai nuk ka asnjë frikë. Dhe në Shqipëri demokratët nuk kanë frikë, nuk kanë çfartumin. Do të bëhemi të gjithë bashkë, do të ecim përpara dhe do ta bëjmë Partinë Demokratike forcë fituese në këtë vend. Interesi im dhe interesi i çdo demokrati është Partia Demokratike të vijë në pushtet. Ndërsa këta kanë interes të sulmojnë demokratët që kërkojnë që Partia Demokratike të vijë në pushtet. Po pse sulmojnë ta më shumë demokratët se sa Ramën? Dini gjë ju? Sepse ne në fakt e dim, ne po na gjykojnë ata që humbin çdo palëzjedhje. Jo për atë që po bëjmë, por se jemi ndryshe. Ne jemi fitues. Ne kemi nervin e demokratëve, ne themi të vërtetën, ne kemi guximin për të ndryshuar. Prandaj miq, askush nuk na largon dot nga Partia Demokratike. Sepse ne kemi pyetjen e thjeshtë. Çfarë ju pengon të nderuar pesja fantastike e leadershipit që ta bëjmë Partinë Demokratike fituese? Çfarë pengu keni që nuk e lini Partinë Demokratike, që të shpërthej me energjinë e demokratëve, që të shpërthej me të gjithë popullin për të larguar qeverinë e Edi Ramës? Sepse leadershipi është në pushtet, në pushtetin e opozitës. Por në vend që të përdoret pushteti për shkatruar Partinë Demokratike dhe demokratët, duhet përdorur pushteti për të larguar qeverinë e Edi Ramës. Sepse të nderuar miq, kjo puna e përjashtimeve ka vetëm një element. Nuk përjashtohet njeri për mendim ndryshe. Partia Demokratike është demokratizuar edhe me statut. E statuti në fakt të largon vetëm për një arsye, jo nga partia. Të largon nga leadershipi nëse humbet zgjedhjet. Partia Demokratike duhet dhe ka fuqinë për të përfshirë njerëz të rinj. Mos u shqetësoni nga zërat që akuzojnë demokratët mbas 13 vitesh opozit. Ata nuk e dinë çfarë është sakrifica, cili do që mund të dalë. Ata nuk e dinë çfarë është të qëndrosh pa pushtet, të qëndrosh pa favore, pa mbështetje shtetërore dhe të qëndrosh kauzave deri në fund pavarësisht kostove personale që mund të mbash. Ne e kemi një mision të madh të gjithë në çdo cep të Shqipërisë. Të rrëzojmë të qeveritë të degraduar, t'i dalim zot njerëzve, të ndërtojmë një politikë tjetër, më njerëzore, më të ndershme, më përfaqësuese.
larg armiqve imagjinar, larg kriminalizimit të institucioneve, larg korrupsionit, larg një politike që e ka humbur lidhjen me qytetarën dhe me njerëzit. Sepse sot Shqipëria po kalon një nga periudhat më të vështira të 35 viteve të fundit. Degradimi i qeverisjes së Edi Ramës rëndon mbi çdo familje shqiptare, mbi të rinjt që ikin, mbi pensionistët që numërojnë qindarkat, mbi prindrit që nuk shohin të ardhme për fëmijët e tyre. Kjo nuk është më vetëm krizë politike, është një krizë shtetërore, është një krizë morale, që ka kapluar qeverinë e Shqipërisë. Por, miq të dashur, ndryshimi nuk vjen vetëm duke denoncuar. Ndryshimi vjen duke ndërtuar një alternativë të besueshme. Partia Demokratike ka nevojë për të rritje. Kjo nuk është dobësi. Është sinjal. Sinjal se duhet të hapemi më shumë, ne duhet të dëgjojmë më shumë, të respektojmë më shumë njerëzit dhe Partia Demokratike të kthehet në shtëpinë politike të qytetarëve shqiptarë, siç ka qenë në të kaluarën lavdi. Për gjithë qytetarët, jo vetëm për demokratët. Dhe sonte do ta rithem prap. Nga Lezhë mesazhi është i qartë. Demokratët nuk janë dorëzuar, shqiptarët nuk janë dorëzuar, Lezhë nuk është dorëzuar. Kjo sallë është mesazh për një qeveri që e ka humbur lidhjen me realitetin. Është mesazh për një sistem që po bie në peshën e korrupsionit të vet. Por është një mesazh edhe për ne, se njerëzit presin më shumë nga ne, nga Partia Demokratike, presin guxim, presin qartësi, presin fitore. Dhe miq, ne duhet fitojmë për të ngritur kokën Shqipërisë, për t'i dhënë frymarrje brezit ton, për të kthyer normalitetin dhe dinjitetin. Dhe të nderuar miq, duke ju falenderuar nga zemra për këtë mbrëmje frymëzuese, ju them edhe një herë faleminderit nga zemra Lezhë, faleminderit demokratë të Lezhës, qytetit qendresës dhe i dinjitetit. Dhe nga Lezhë thirrja sot është e qartë. I ftoj me zemër demokratët të bashkohemi për të shërbyer përpjekjes për ta bërë Partinë Demokratike sërish fituese. Të bashkojmë demokratët rreth saj, të bashkojmë popullin opozitar, të sjellim rotacionin. Bashkohuni me ne në këtë rrugtim pa frikë, pa ndalim. Koha e ndryshimit ka ardhur, koha e fitores ton ka ardhur. Ne nuk do të ndalojmë asnjë moment, të gjithë bashkë do ja dalim. Ky është premtimi im para jush, para të gjithë demokratëve, para të gjithë shqiptarëve. Me këtë energji të jashtëzakonshme nga Lezhë, ju uroj të gjithëve fitore.